A e dini se në disa harta të vjetra evropiane, kontinentit ton I vije një emër krejt ndryshe nga ai që njohim sot? Jo Europa, por Illyria Magna, që në latinisht do të thotë Iliria e Madhe. Dhe kjo nuk është rastësi. Përpara se të lindnin shtetet moderne, ilirët zotëronin një territor të gjerë, nga Danubi në veri, deri në brigjet e Egjeut në jug, një truall I pafund që përfshinte pjesën më të madhe të Ballkanit, madje dhe zonat e Italisë lindore. Shumë harta të mesjetës, madje edhe të rilindjes evropiane, shënojnë këtë hapësirë si Illyria Magna, duke paraqitur si qendrën e parë të qytetërimit në Evropën juglindore. Studiuesit thonë se termi Illyria Magna është përdorur për të treguar rënjët e një perandorie të lashtë, që ndikoi në kulturë, në gjuhë dhe në vetë identitetin evropian. Shumë besojnë se ilirët ishin populli më I lashtë autokton I këtij kontinenti, dhe nga ata u zhvilluan shumë kultura më pas, përfshirë edhe ajo romake. Dhe ja ku vjen pjesa më interesante. Disa gjumë të këtyre hartave ruhen ende në arkivat e Vatikanit dhe të bibliotekave europiane. Në to, Ballkani paraqitet si zemra e Ilirisë së Madhe. Pra, kur dikush thotë se shqiptarët janë pasardhësit e ilirëve, kujto këtë fakt. Në kohën kur shumë kombe as s'kishin emër, ky vend njihej si Illyria Magna, zemra e Evropës. Një kujtim që s'mund ta fshijë asnjë hartë.